Nisur nga këto tituj, por edhe nga 10 ngjarje të aksidenteve në punë, siguria në kantierët e ndërtimit është kthyer në një sfidë komplekse, jo vetëm për punëtorët, por edhe për qeverinë. Më 11 korrik 2025, Edi Rama njoftoi rregulla të reja për kantierët e ndërtimit, që nga vendosja e kamerave për monitorim e deri tek GPS-i. Agjencia e Zhvillimit të Territorit në ndërkohë ka përgatitur edhe një rregullore të re për të gjitha kompanitë dhe të gjitha kompanitë e ndërtimit do të detyrohen që për të gjitha ndërtimet që janë për qëllime fitimi, nuk flasim për shtëpitë, flasim për pallate, flasim për ndërtime që kanë impakte caktuara në jetën e lagjeve, në jetën e banorëve gjatë kohës të ndërtimit, dhe po ashtu flasim për ndërtime që nuk mund të lejojmë që të kalojnë kufit e lejeve, që kantierët të pajisen të gjitha me kamera online 24 orë dhe të ndiqen në kohë reale nga forcat e inspektimit, ashtu si kantierët, qoftë të gjitha llojet e kantierëve të ndërtimit duhet pajisen me GPS. Sipas kryeministrit, këto masa synojnë jo vetëm rritjen e sigurisë për punëtorët, por edhe frenimin e hedhjes së paligjshme të mbetjeve, si dhe evazionin fiskal në sektorin e ndërtimit. Pak ditë pas kësaj deklarate, Këshilli i Ministrave me vendim numër 448 të datës 31/7/2025 publikoi në fletoren zyrtare rregulloren e re për kantierët e ndërtimit, ku përcaktuan rregulla më të rrepta për mënyrën se si ngrihen, organizohen dhe monitorohen ato. Ne po ju sjellim në vëmendje disa nga pikat kryesore të rregullores. 1. Kantieri duhet të rrethohet me kamera sigurie, minimumi 4 në çdo kënd. 2. Pamja e rrethimit ndryshon sipas zonës, blu për jugun bregdetar dhe jeshil për veriun. 3. Duhet të vendoset tabela e identifikimit me të gjitha të dhënat e projektit dhe lejes së ndërtimit. 4. Kamerat dhe GPS-i i mjeteve duhet të kenë akses të hapur për IKMT-n dhe AZT-n për monitorim në kohë reale, ndërsa për drejtuesin teknik ka masa të reja. 1. Duhet të jetë rezident me kohë të plot në kantier për projektet mbi 30 milion. 2. Është përgjegjës për zbatimin korrekt të projektit dhe për pezullimin e punimeve nëse nuk garantohen masat mbrojtëse për punëtorët. Por a janë të mjaftueshme këto masa për të ndaluar trendin në rritje të aksidenteve në punë? Sipas të dhënave të Eurostat, ky sektor kontriboi 14.4% të vlerës së përgjithshme ekonomike të vendit në vitin 2024. Ndërkohë vendi ynë ka vlerën më të lartë të kontributit në Europë. Pasi në Bashkimin Evropian, mesatarja që zë ky sektor në vlerën në shtuar bruto është 5.6%, pra gati 3 fish më pak se Shqipëria. Aksidentet në punë gjatë vitit 2024. Sipas raportit vjetor të publikuar nga Inspektoriati i Punës, në vitin 2024 janë regjistruar 177 aksidente në punë, nga të cilat 33 me humbje jete. Sektori i ndërtimit mbetet më i rrezikuari, duke përbërë 24% të aksidenteve, çka reflekton zhvillimin e shpejtë të këtij sektori me 1019 leje të lëshuara në vitin 2024 sipas Instat. Dhe për t'i dhënë përgjigje pyetjes se a janë të mjaftueshme këto masa, mbetet për t'u parë se sa do respektohen nga kompanitë e ndërtimit dhe a do jenë këto masa një mur frenues për uljen e numrit të aksidenteve në punë. Derisa të kemi efektin e prodhuar nga këto rregulla, mbetet për të theksuar se aksidentet në punë në sektorin e ndërtimit vijojnë të jenë një sfidë e madhe dhe e përditshme në çdo kantier ndërtimi që ngrihet në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë.